është e vërtet që këtë kemi mujtë edhe me 8 ekipe. Faktikisht ish kampioni apo nën kampioni nuk është paraqit, Raveci nuk është paraqit për këto gara. Edhe vjetë kanë qenë 7, në kaluarën kemi marrë pjesë me 7, 8, 6 ekipe, si të mashkujt, si të femnët. Një prej arsyeve, tash po them nën kampioni, do në ka qenë afër të jetë edhe kampion edhe finalist i kupës, është ndërlidhet gjithmonë me kushtet edhe me buxhetin e klubeve. Një prej arsyeve pse edhe Raveci nuk është, edhe këto klube tjera nuk janë, si me të them, shumë ma mirë në aspektin me buxhetit dhe përfaqësimit për përfaqësim në kupat evropiane, mirë po prap kanë vendosur që të gjithat marrin pjesë. Nëse e shohim në aspektin ekonomik, është ndoshta ndonjëherë na kushton edhe më lirë. Nëse e shohim kështu si pagë apo si harxhim, mirë po prap aty jemi. Mirë po ideja është që të rifreskojmë, bëjmë diçka të re, të reformojmë. Këtë rast, për shembull, selektori Jasper me gjithë ekipën e tij janë nga shkolla suedeze, do të thonë nga Superliga suedeze, plus nga kombëtarja suedeze, edhe dihet që Suedia është një prej fuqive në handball si të mashkujt si të femrat, edhe ideja është që të bëjmë, si të themi, edhe motivim, edhe ndryshime, edhe reforma, edhe ndrim në shtatë mentalitetit si në lojë, si jashtë lojës, edhe të kemi përparim. Posaçërisht, unë ju e dini edhe në intervistat e kaluara ju kam thonë, posaçërisht investim dhe zhvillim sa më shumë tek gjeneratat e reja, fëmijët e prej U14 e më lart. Do të shohim që edhe të vajzat se po them, s'ka kalu kohë, apo që 20 e sa vjet jemi duke u ngrit, non stop 25 vjet, po them tash, në ngritje mirë, po mendoj që ka ardhur momenti që të ndryshojmë edhe disa gjëra, edhe në zhvillim të lojtarëve të reja, edhe në udhëheqje, edhe në mentalitet, edhe në disiplinë, besoj. Po jemi në bisedë edhe me të huaj të disa shteteve evropiane, fuqi të handballit, po edhe me disa të regionit, por do ta shohim, do ta zgjedhim për zgjedhje më të mirin. Handballin kosovar më shumë e mundon normal, si në çdo sport, në çdo shumicën e lamive, shumë vjetët e fundit, buxhetimi, infrastruktura, 2, edhe investimi sa më shumë në kuadro, edhe në kuadro të reja, të trajnerët, po edhe të gjyqtarët, edhe të delegatë, të stafi klubeve, edhe ligji mbi sponsorizimin, do me thonë është pak ka shumë birokraci për klubet. Mirë po edhe vërtetimeve shumë letra. Unë mendoj që një digitalizim i thjesht e kish lehtësu këtë punë. Ne si handball, ndoshta ne të informu marrim pjesë me të 2 kombëtarët, edhe me mashkuj edhe me femra. Shkolla për gruposhat A? Po, më në seniorit, varet tash si ka me qenë mundësia e grumbullimit, se ka lojtarë që luajnë në Evropë, edhe kjo nuk është ajo java e HF-it, do të kemi problem për me i liru ato klubet për përgatitje, por besoj që do të kenë mirë kuptim, pasi që marrim pjesë me kombëtare. Ne kemi fillu një pjesë përgatitjeve qysh tashën në kampe, mandej vazhdojmë me përgatitje edhe për Gjorgji, edhe për kampionate tjera, por për Mediteranin unë e kam cek atë, nuk po shkojmë edhe sot në takim me Komitetin Olimpik, jo kom shpjegu që ne si handball nuk po shkojmë atje për turizëm, nuk shkon asnjë federat, besoj, mirë po ne kemi marrë shumë seriozisht këtë punë edhe do të mundohemi që në të 2 ekipet të kemi lojtarët më të mirë, edhe të mundohemi të kthehemi me një medalje e cila do të ketë rëndësinë më të madhe edhe për shkak se shpresoj që në 2030 do të organizojmë edhe këtu lojrat mediterane.